Shoqata Gjysmëna e Kuqe e Emirateve të Bashkuara Arabe ka ofruar ndihmë humanitare për 80 familje në Bashkinë e Maliqit, të cilat u prekën nga përmbytjet e fundit, duke shpërndar pajisje ngrohjeje dhe mjete për përballimin e temperaturave të ulta. Ndihma është shpërndar për familjet në nevojë, ku 40 prej tyre janë pajisur me soba druri, ndërsa 40 familje të tjera kanë përfituar batanie për të përballuar kushtet e vështira klimatike të kësaj periudhe. Faleminderit se sot na dhuat një stofë, të dimë. Faleminderit ata që i bëjnë të mundur këtë. Në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme të Emirateve, me Ambasadën e Emiratës së Bashkimit, ka vendosur për të ndihmuar në kuadrin e dimrit të sotit por edhe të përmbytjeve një numër familjesh që i njeh Bashkia e Maliqit me soba që janë soba për përdorim druri edhe për gatim. Kjo është ndihma që Emiratet e Bashkuara Arabe po jep për momentin në këtë zonë. Gjithashtu në një moment tjetër janë edhe organ të cilët janë për një familje, një organ dopje, 2 organ teke, meqense ne duam të ndihmojmë sidomos ata që në këtë kohë të ftohtë, si mund të themi, kanë nevoja për gjëra të tilla. Ky kontribut human vjen në një moment të vështirë për banorët e zonës, të cilët kanë pësuar dëme të konsiderueshme në banesa, bujqësi dhe infrastrukturë, si pasojë e rreshjeve intensive dhe përmbytjeve që prekën territorin e Bashkisë Maliq. Kjo nuk është vetëm një mbështetje materiale për këta familje, për këta banorë, por është më shumë një shpresë, është më shumë një moment humanizmi dhe një moment njerëzor ku falë këtij bashkëpunimi shumë të ngushtë midis institucioneve shtetërore dhe organizatave jo fillimpruese, neve bëjmë të mundur që përgjegjësinë sociale në komunitete ta shpërndajmë me dashuri dhe ta kalojmë sa më lehtë. Autoritetet vendore dhe komuniteti e kanë vlerësuar ndihmën e ofruar nga Shoqata Gjysmëna e Kuqe e Emirateve të Bashkuara Arabe, duke e konsideruar atë një mbështetje të rëndësishme për familjet më të prekura dhe një shembull solidariteti në kohë emergjencash.